Shqipëria ka mundësi reale për të përmbyllur negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2027. Ky ishte mesazhi kryesor që përshcolli presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë vizitës së tij zyrtare në Tiranë. Vizita e Kostës vjen në kuadër të turit të tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, pak ditë përpara samitit BE Ballkani Perëndimor që do të mbahet me 5 qershor në Tivat të Malit të Zi. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, Costa përgëzoi Shqipërinë për ritmet e deri tanishme të negociatave dhe për mbushjen e detyrimeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Pjesa kryesore e punës sonë këtu mbetet puna jonë, që do të thotë ne kemi detyra për të përmbushur, jo për hir të Brukselit, apo Berlinit, apo Parisit, po për hir të përmirësimit të performancës së shtetit, të institucioneve, të pushteteve të pavarura në Shqipëri. Shqipëria ka përmbushur piketat ndërmjetme. Kjo tregon se shtetet anëtare kanë vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të ecur përpara drejt antarësimit. Tashmë kemi kushtet për mbylljen e disa kapitujve. Dje Komisioni i ka sjellë Këshillit propozimet për mbylljen e 3 kapitujve. Sigurisht Shqipëria ka një objektiv ambicioz dhe ne ndajmë ambicien tuaj për përfundimin e negociatave deri në fund të 2027-s dhe është e mundur. Megjithatë, kreu i Këshillit Evropian theksoi se sfida më e madhe nuk lidhet më me hapjen e kapitujve, por me zbatimin konkret të reformave të ndërmarra. Duhet një angazhim i prekshëm politik për sundimin e ligjit dhe për ruajtjen e gjyqësorit të pavarur dhe llogaridhënës. Këto janë themelet thelbësore për antarësimin e Bashkimit Evropian. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama nënvizoi se qeveria mbetet e fokusuar tek përmbushja e detyrimeve që burojnë nga procesi i negociatave dhe te zbatimi i reformave që kërkon integrimi evropian. Vizita e Antonio Costos konsiderohet një tjetër sinjal mbështetjeje nga institucionet europiane për rrugtimin e Shqipërisë drejt antarësimit të BE-s. Gjatë qëndrimit në Tirana i zhvilloi takime dhe me presidentin e Republikës Bajram Begaj, me të cilën diskutojnë mbi procesin e integrimit, stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin me Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mesazhi i Brukselit mbetet i qartë. Dera e Bashkimit Evropian është e hapur për Shqipërinë, por ritmi i afrimit do të varet nga zbatimi i reformave dhe konsolidimi i shtetit të së drejtës.